menduar kurrë në jetën e tij që do kishte përfunduar burgaxhi dhe sot i shtruar në spital edhe nuk shkoi në seancë. 5 drejtorët e Erion Velis nuk e kanë menduar kurrë që do të ishin arrestuar sepse kishin menduar që do ishin në pushtet për gjithë jetën e tyre. Edhe Edi Rama sot nuk e beson që do të jetë dikur i pandehur në mënyrë më spektakolare që s'keni parë asnjëherë. Sali Berisha nuk e kishte menduar kurrë që do të ishte sot i proceduar. Ilir Meta po ashtu thoshte që i thyn në mes i bëj kështu, fund fare futën brenda. Pra, duke marrë në referencë të gjitha figurat dhe duke thënë qartësi tek qytetarët shqiptar dhe tek ata që punojnë në institucione shtetërore, vjen dita një ditë kur ke shkelur ligjin, vjen dikush tjetër edhe zbaton ligjin. Por kjo nuk nënkupton që Spaku sot zbaton ligjin. Spaku sot zbaton porosin dhe bën sikur zbaton ligjin për të kënaqur qytetarët shqiptar me statistika. Avokat, që shëndroni se kjo po, nga kush i merr porosit? Jo pak tani të lutem, sepse unë kur flasim me qytetarët tanë, flasim gjithmonë me dokumenta. Nuk flasim kështu sepse na pëlqen flasim. Ky është rasti më flagrant Tevdari kundër Shqipërisë. Prokuroria që gjykata e plepave bëri atë pastrimi, gjelbrimi që janë këto për magjistratët, dhe kjo zonja vajti në Strasburg dhe fitoi të drejtën e saj për të rifutur në sistem. Pa është një në 800 raste, sa ishin? Një sekond, le t'jeni 100 edhe 500 edhe t'jeni 10.000, po kjo zonja do marri 40.000 euro nga ne. Plus dëmin e shkaktuar psikologjik që i është bërë asaj dhe familjes së saj, plus kjo faturë duhet t'i shkojë atyre që bërën reformën në drejtësi. Mirë. Dhe këta të cilët më sjellin mua statistika, t'i marrin, t'i vendosin në arkiv dhe mos them në vend tjetër. Prandaj. Edhe diçka kam për ta mbyllur. Ky është vit zgjedhor, ne kemi diskutuar në zgjedhje është dhe Spaku. Në fund, pavarësisht se nuk kushton deputet të gjithë prokurorët. 20 prokurorë do t'i bëjmë deputet, janë fut në listën e sigurt. Partisë Socialiste flasë, edhe Partisë Demokratike, por kushti është që të Partia Demokratike do futën ku Partia Demokratike do vinë në pushtet. Po ata janë deputet të Partisë Socialiste, automatikisht nuk ka nevojë të kalojnë ata filtrin e zgjedhjeve të atij. Këto 20 prokurorë të Spakut. I ka automatikisht Partia Socialiste. Dumani nuk kandidon në zgjedhje, por është ai. Rëndësia e Spakut, sidomos në këtë vit zgjedhor, është e madhe. Në fund fare, mes Berisha, Rama edhe Dumani, kush janë humbësit e fituesit e mëdhej? Dumani. Kush është humbës apo fitues? Dumani është humbësi më i madh. Ai se ka kuptuar, prandaj e solla këtë shembull. Shembullin e solla për këta arrestime, këta të cilët nuk i kishin menduar kurrë. Dgjoj, në politik ose në profesion ku përfshihet politika, duhet kish parasysh që politika është më e fortë se sa profesioni. Se pikërisht profesioni jon buron nga politika. Pra, kur themi për gjykatësin dhe prokurorin, që sot në reformë në drejtësi kemi edhe një profesion tjetër gjyqtar noter, i ka dy cilësit bashkë, dhe është përfshirë në këto 3 profesion të tjera, për shembull këto 2 të tjera, gjyqtar dhe prokuror. Tek reforma në drejtësi, të gjithë patën shansin të kuptojnë çfarë bën ligjvënësi. Po gjithashtu patëm shansin të kuptojmë çfarë bën drejtësia. Gjithashtu patëm edhe do kemi shansin ta jetojmë çfarë do bëj ligjvënësi kundër kësaj drejtësie. Pra, çdo ligj në Republikën e Shqipërisë kalon nëpërmjet parlamentit dhe nuk kalon as në studion tënde, as në zyrën time, as në kutinë e votimit që ne do japim. Pra kalon në parlament. Ata që mendojnë që Edi Rama dhe Sali Berisha janë të humbur, e kanë shumë gabim. Pse? Sepse në
rast se në zgjedhjet e 11 majit, populli shqiptar legjitimon përqindjen, kujdes, përqindjen elektorale që ata kanë pas në raport në 2021-shin, ose ndryshon, ose le njësoj, po përsëri len të dy grupet kryesore, polet të dy, këto dy polet, në 1% të madhe, pra ne kemi fajin, le pastaj që shajnë njëri tjetër, jo, kjo hajdut, edhe populli thot këto gjëra, atëre dumani dhe spaku nuk ekzistojnë. Sepse arrestimet